Për 66 ditë me radhë, qytetarë në disa zona të vendit vijojnë protestat e organizuara nën moto në Revolucion Flamingo, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Protestuesit deklarojnë se kërkesa për dorëheqjen e kreut të qeverisë është e panegociueshme dhe se mobilizimi do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Në protestat e vijuara gjatë ditëve të fundit, qytetarët kanë kërkuar gjithashtu ngritjen e një qeverie teknike me mandat 12 mujor, e cila sipas tyre do të krijonte kushtet për zgjedhje të reja. Një tjetër kërkesë e protestuesve është hetimi i kryeministrit Edi Rama nga prokuroria e posaçme, duke konsideruar këtë si një hap të domosdoshëm për transparencë dhe përgjegjësi politike. Edhe këtë mbrëmje pritet që protestuesit të mblidhen sërish duke vijuar tubimet para institucioneve qendrore dhe thirrjet për ndryshim politik. Organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të vazhdojë çdo ditë, ndërsa numri i ditëve të mobilizimit tashmë ka kaluar mbi 2 muaj.